Gjyqtari Ilir Panda do t'jetë relatori çështjes së ish-ministres Belinda Balluku në gjykatën e lartë pas kërkesës që Balluku ka bërë rekurs kundër masës së sigurisë ndalim i daljes jashtë vendit. Kujtojmë se të hënën gjykata e posaçme e apelit mbajti një seancë për masën e pezullimit nga detyra. Pavarësisht se Balluku nuk ushtron më asnjë detyrë në pushtetin ekzekutiv, masa u la në fuqi, ndërsa avokati i saj kërkoi pushimin e çështjes. Po ashtu, Partia Socialiste doli me një qendrim zyrtar mbi çështjen pas afro 3 muajsh nga kërkesa që Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion i ka bërë Kuvendit të Shqipërisë. Në mbledhjen e grupit parlamentar u prezantua raporti final i 5 anëtarëve socialist në Këshillin e Mandateve. Mazhoranca e refuzoi kërkesën e SPAK-ut për masë shtrënguese ndaj ish-ministres, ndërsa kryeministri Edi Rama theksoi se fajësia apo pafajësia e deputetes përcaktohet vetëm nga procesi gjyqësor. Seanca plenare 12 marsit pritet të jetë vendimtare, ku Kuvendi do të votojë për kërkesën e SPAK-ut lidhur me hetimet ndaj Ballukut për tenderet e tunelit të Llogaras dhe të Unazës së Madhe.